nuk duhet të harrojmë një diçka. Të dy palët kanë strategji, tashmë po nga ana ushtarake po ndeshin dy strategji. Strategjia amerikane që kërkon ta fitojë luftën në periudhë sa më të shkurtër duke dhënë goditje maksimale, dhe strategjia iraniane e cila kërkon ta zgjasë sa më shumë luftën dhe ta konsumojë gradualisht kundërshtarin. Tashmë këtu do dalet se kush do fitojë nga këto dy strategji. Por gjërat nuk janë kaq të lehta, domethënë lufta nuk mund të fitohet kaq shpejt sepse nëse marrim që nga lufta 12 ditore e qershorit vitit kaluar, ka kaluar shumë kohë dhe forcat iraniane janë përgatitur, kanë shpërndar mjetet dhe kanë shpërndar forcat, kanë përpunuar një strategji për ta zgjatur konfliktin, janë përpjekur që atë të japin sa më shumë karakterin e një lufte asimetrike, pra jo duke pranuar një ndeshje në kushte apo në nivele maksimale kapacitetesh me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Bëhet fjalë që ata vazhdojnë, fati që pavarësisht se kanë ulur numrin, siç thot edhe presidenti Trump, por edhe sekretari i luftës, kanë ulur numrin e raketave të cilët ata po godasin, por kanë shtuar saksinë e këtyre, saksinë e goditjeve të tyre. Fakti që çfarë tregon kjo? Fakti që zyrtarisht pranohet që vetëm 90% raketave mund ta zësojnë dhe 85% të dronëve, te tha edhe presidenti Trump në konferencë dje. Pra, do të thotë që 15% e dronëve shkojnë në objektiv dhe 10% e raketave shkojnë në objektiv. Pra, dëmi në këtë rast nuk është i vogël dhe bazat amerikane janë goditur rreth 6-7 baza amerikane. Nga ana tjetër me dronë të tjerë janë përfshirë edhe vendet e gjirit. Pra, ndodhemi në një fazë shumë kritike të luftës. Akoma nuk është rajonalizuar plotësisht, por po shkon drejt rajonalizimit kjo luftë. Në farë mënyrë ndodhemi në një model lufte ku një koalicion, pra një koalicion si që Shtetet Bashkuara plus Izraeli, janë kundër një shteti rajonal që është Irani, i cili është një koalicion me disa aktorë jo shtetëror. Cilët janë këta aktorë jo shtetëror? Hezbollahu, milicit shite, pra pikërisht këto aleat e tij, lëvizja Huthi, pra janë aktor jo shtetëror, por që janë në koalicion. Pra ndodhen një model të tillë lufte tashmë që janë një koalicion dy shtetesh, ku njëri është rajonal dhe tjetri është fuqi e madhe, është fuqi botërore, janë të dy shtete bërthamore që disponojnë armë bërthamore, janë përballë një shteti rajonal që është një superfuqi edhe ajo në rajon, por që është në koalicion me disa aktorë jo shtetëror. Pra, për parë kemi një koalicion edhe me aktorë jo shtetëror. Apo ata si quhen këta proxy që i thonë zakonisht këto aleatet e Iranit.